Dhe jemi rikthyer sërish për të vazhduar tani edhe me një linje të drejt për drejt që na vjen nga qyteti Kumanovës. Kolegu jon Fatlu Maqifi do zhvilloj një bisedë me drejtorin e organizatës jo qeveritare Pulse of Democracy, Enver Salihi, me cilin do flet për aktivitetet e lloj-llojshme që ka organizuar kjo shoqat. Nëse e kemi tani direkt, unë besoj që do na dëgjoj tani Fatlumi, shpresoj që do i marrin të gjitha informacionet e nevojshme nga kjo organizatë që realisht më herët nuk e kemi pas prezente në emision. Përshëndetje dhe mirëmëngjesi, Fatlum. Përshëndetje të nderuar teleshikuese, përshëndetje për ju të nderuar kolegë në studio. Ja po takohemi sërish nga Kumanova dhe këtë javë të rezervuar këtë ditë pra kemi për qytetin e Kumanovës. Ne ju përshëndesim dhe ju dëshirojmë qaste të këndshme me programin ton dhe me bisedën që do ta zhvillojmë. Tani jemi këtu në ambientet e organizatës jo qeveritare Pulse of Democracy apo Pulsi i Demokracisë këtu në Kumanov, ku do të kemi rastin të bisedojmë me Enver Salihin nga kjo organizatë. Zoti Enver, faleminderit që pranua të fillimisht të ftesën për të qenë mysafir ynë dhe mirëserat në programin tonë. Ju falenderoj në emrin tim dhe në emër të organizatës dhe ju falenderoj që gjithmonë keni gjetër kohë për të na ftuar dhe për të përcjellë aktivitetet tona. Enver, fillimisht a keni mundësi të na njoftoni ne dhe shikuesit tanë për organizatën që ju drejtoni tash disa vite. Të na njoftoni rreth lindjes, rritës dhe zhvillimit, ka po shkon kjo organizatë qeveritare? Organizata Pulsi i Demokracisë tani më është e rebranduar si Instituti Pulsi i Demokracisë, ka filluar me punë në vitin 2022 me disa të ri dhe profesionistë nga sfera e drejtësisë dhe sfera tjera dhe kemi, realizuar shumë aktivitete, cilët sigurisht ndoshta më vonë do t'i diskutojmë si tema, dhe kemi një përvojë nga 4 vjetë, kemi hyrë në vitin e 5, por personalisht si person fizik të themi, si një njeri, si një intelektual, kam kontribuar edhe në shoqata të ndryshme të tjera, por si Pulsi i Demokracisë kemi bërë 4 vite përvojë dhe në këto 4 vite kemi pasur shumë sukses, shumë aktivitete, pasi që e dim organizata qeveritare në vitet e para është vështirë për të etabluar në skenë, duke ditë edhe reduktimin e fondeve, siç është fondi USAID dhe fonde tjera, cilët janë reduktuar, dhe fondet shtetërore të cilat në kohën e fundit janë në masë të madhe të reduktuara, kështu që mendoj se është një sukses i madh për të etabluar dhe për të pas kaq shumë aktivitete sa kemi pas ne, duke pas parasysh sasinë e fondeve, që është e mundshme për t'i thithur një organizatë qeveritare. Aktivitet juaj me sa e di nuk shtrihet vetëm në rajonin e Kumanovës, por edhe më gjerë. Çka ju shtyri të themeloni këtë organizatë qeveritare? Sa ishte domosdoshme themelimi i saj për rajonin tonë? Po për mua personalisht ishte një shtytje, pasi që nuk jam i angazhuar dikun në politikë. Më herët e dini kam qenë antar i Komisionit Shtetëror Zgjedhor dhe duke pa që momentalisht sipas mendimit tim politika ka dështuar në të gjitha sferat, kështu që për të mbetur besnik ose për të mbetur ai zëri i qytetarit, për të realizuar disa aktivitete ose për të bërë ndryshime sado të vogla, atëherë si çdo person, që ka një breng për shoqërinë, mundet që të kontribuojë edhe në mënyra të ndryshme, jo vetëm se përmes politikës, jo domosdoshmërisht siç e bëjnë shumë të ri dhe edhe ajo që është e keqe, e proklamojnë si të mirë. Kështu që unë si një individ që nuk mundem ta gëlltis, gjithçka që paraqitet nga politikanët tanë, pa marrë parasysh se janë pozitë apo opozitë, mendoj se kanë dështuar totalisht dhe kështu që me një grup të rive që kanë qenë, entuziast për të bërë ndryshime, kemi filluar me ndryshime të vogla, duke i falenderuar edhe disa miqve të mi që personalisht më kanë këshilluar se si duhet të funksionojë një organizatë. Kemi filluar nga celula themelore, është shoqëria në të cilën ti jeton dhe vepron, sepse në Kumanov nuk kemi pasur organizata të tilla, apo e kemi pasur një organizatë që është profesionale, ashtu si edhe ne, që shkruajmë projekte edhe
në kuadër të Bashkimit Evropian dhe realizojmë aktivitete programore, jo vetëm se aktivitete, sepse kemi pasur shoqata që organizojmë vetëm se aktivitete një ditore. Thonë ne organizojmë edhe projekte, shumë mujore dhe në shumë vite në bashkëpunim me institucionet. Kështu që kjo është një risi e madhe për të rinj nga Kumanova dhe nga dalë të shtim të rinj të mendojnë në mënyrë më kritike dhe të jenë më aktiv në jetën, e përditshme dhe jetën publike. Thash se aktiviteti jo ishtë rritë edhe jashtë Kumanovës. Deri tani në këto 4 vite, 5 vite, ku keni pasur aktivitete? Po ne kemi pasur, kemi realizuar projektin mbi inflacionin së bashku me Adin nga Gostivari. Ishte një projekt që ishte në nivel republikan dhe i projekt që finansohet nga Civica. Dhe kemi realizuar aktivitete në Shkup, në Gostivar dhe në Kumanov dhe ishte një projekt ndër projekte ndoshta më të mira që i kemi realizuar edhe në kuadër të buxhetit që ishte i ofruar nga donatori, edhe në kuadër të analizave dhe kemi pas të angazhuar ndër ekspertët më të mirë në Maqedoni që janë për ekonomi, me disa analiza dhe me disa produkte, mediale dhe me një impakt shumë të gjerë në gjithë Republikën e Maqedonisë së Veriut. Së fundmi kemi nisur disa iniciativa me organizatën BIRS dhe Eurothink dhe shpresojmë se do të arrijmë në nivel republikan diçka në lidhje me procesin zgjedhor, por nuk do ta shpalosi si ide, sepse dëshirojmë që ne si grup ta realizojmë këtë projekt. Kështu që këto do t'i kisha cekur si projekte, po më shumë kemi pas projekte në nivel lokal. Përmendët më herët edhe inkuadrimin apo integrimin e shoqërisë e rinisë në organizatën tuaj. So ka interes rinia të integrohet, të bashkohet shoqatës tuaj? Atëherë në fillim nuk ka pasur as pak interes. Rinia aktivitete në OEQ shef si një mundësi për të pas të mira materiale, por me kalimin e kohës entuziazmi është rritur në çdo aktivitet që e bëjmë, kur të rinë shohin që ne kemi një aktivitet të mirë, për shembull si ishte stand-up i komedisë, gara në vizatime që është për 3. Po, do të kthehemi tek dhe shumë aktivitete tjera, të rritë vetë paraqiten, lajmërohen dhe kanë dëshirë që në mënyrë aktive që të merren si aktivist të shoqërisë civile, por të themi që rinia ka një interesim të themi mesatar, nuk ka interesim të lartë, dhe e dim se në Kumanov nuk ka pasur organizacija qeveritare që ka vepruar themi në pjesën shqiptare, sepse në pjesën maqedone besoj që ka pasur shumë organizata. Kështu që mendoj se kemi filluar një proces, nuk është një revolucion, për një evoluim të bëjmë, të aktivizojmë të rritë dhe të ndërjetësojmë që në mënyra të ndryshme të jenë më aktiv dhe të marrin pjesë në jetën publike. Kur jemi të aktivitetet, besoj se keni aktivitetet të lloj-llojshme. A mund na njoftoni se cilët ishin aktivitetet e drejtanishme dhe të tanishme dhe çka planifikoni për të ardhmen aktivitetet? Po ne, kishim shumë aktivitete të ndryshme, duke u nisë nga projekti Ura drejt Bashkimit Evropian, që është një projekt medial e bëm me një radio lokale Jehona, me disa podcaste për temat mbi Bashkimin Evropian, ndërgjegjësimin e qytetarëve, për temën për kapitullin 10 dhe 23, siç është digitalizimi dhe gjyqësia, që janë tema shumë të rëndësishme, dhe kemi pas disa shkrime akademike me këtë, dhe kemi pasur debate dhe trajnime për gazetar. Për sipërmarrësinë rinore kemi pasur një aktivitet vitin e kaluar, ku kemi angazhuar mbi 20 të ri në subjektet juridike në Kumanov dhe të njëjtit prej tyre 3 deri në 4 veta kanë filluar edhe biznesin e vet përmes agjencionit për punësim, duke u motivuar nga aktivitetet tona. Ekoturizmi në Likov ishte një aktivitet vitin e kaluar, Stand Up for Democracy 2025, gara në vizatime për fëmijë, për të ri, projekti mbi të drejtat e konsumatorit i realizuar me Ministrinë e Ekonomisë, projekte për zërat rinor të realizuar me Ministrinë e Punëve Sociale dhe Demografisë,
sporti dhe rinia dhe si që përmendëm edhe projektin mbi inflacionin, kemi pasur me thënë fonde të thithura nga Bashkimi Evropian, bashkëpunime me subgrantime nga organizatat të cilët kanë fituar grante më të mëdha, kemi pas bashkëpunim me komunën e Kumanovës, siç thamë, në nivel qendror, Ministria e Ekologjisë, Ministria e Ekonomisë, Ministria e Demografisë dhe shumë institucione tjera, institucioneve. Po. Po me fakultetet, me shkollat e mesme, me shkollat fillore, si qëndron puna, ka interes si nga ana juaj, por edhe nga ana e tyre për bashkëpunim? Bashkëpunimi ekziston me shkollat e mesme, siç është me gjimnazin, me shkollat e mesme teknike, me ekonomin, me shkollën fillore, themi më veçantë, me shkollën fillore me Frashë. Qoftë Kumanove kanë fjalën. Më shumë bashkëpunimi është me shkollat, e kemi shtrirë një bashkëpunim me shkollat fillore në Kumanov, si në gjuhën shqipe dhe në gjuhën. Memorandum bashkëpunimi bëni apo vetëm? Kemi bërë memorandum bashkëpunimi me komunën e Kumanovës. Të themi komuna e Kumanovës ishte ajo, filtri i parë që na i zgjati dorën për të hapi derën për bashkëpunim. Edhe pse nuk na ka përkrahur, të themi kështu, sa duhet, por falenderojmë sepse ajo ishte një dritare e hapur për ne dhe aq sa ishte mundësia, ne falenderojmë komunën që na ndihmojnë dhe mundësi tjera na vetë i kemi krijuar, nuk ishte nevojë, ndoshta në nivel lokal aq shumë të na ndihmojnë, por ai ishte bashkëpunimi i parë Komuna e Kumanovës, me komunën e Gostivarit dhe disa memorandume tjera, me organizata si organizatën ADI, BIRC dhe Instituti për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në Shkup, Vizia Plus dhe shumë organizata tjera. Këto ishin hapat e parë që i bëm. Duke e pasë, nëse punon në ekip, është më lehtë që të krijosh, mundësi dhe të krijosh besueshmëri tek ata të cilët e kërkon përkrahjen për të realizuar një projekt. Aktivitetet që i realizoni sigurisht se duhen në mjete financiare. Në ditët e sotme pa mjete financiare nuk mund të realizosh pothuajse asgjë. Me bashkëpunimin me komunat si të Kumanovës, si të Likovës, por edhe ndonjë tjetër bashkëpunim që mund të thithni mjete financiare, si qëndron puna, sa ju përkrahen këto? Po mendoj ne nuk kemi dashur të rëndojmë komunën e Likovës duke e ditë me buxhetin e limituar që ka dhe bashkëpunimin kemi pas me komunën e Kumanovës, e cila 3 vite me radhë finanson aktivitetin Gara në dizajn për të ri, që është vizatime të dizajnit të modës dhe ku në fund shpallet fituesit, i çmimeve, ata që kanë bërë vizatimet më të mira, ose dizajnet, dhe Stand Up for Democracy, që e dini që u mbajt edhe si vjet 2026, por financimi nuk është, i kënaqshëm, është deri diku ka mesi, po, ose mesatar, por duke e pa, Stand Up for Democracy 2026, besoj që kur të dorëzohet raporti dhe kur të shihen rezultatet, komuna në vitin e ardhshëm do të na ndihmojë më shumë. Ktu, ndoshta problem ka qenë apo është politika. Kështu që mendoj që unë jam i kënaqur me bashkëpunimin me sektorin e kulturës nga komuna e Kumanovës, por në të ardhmen besoj që do të jenë më profesional dhe të na vlerësojnë në bazë të arritjeve tona, sepse në pjesën shqiptare dim stand-up në Kumanov nuk ka pasur asnjëherë. Nuk kemi aktor të stand-upit, ne kemi zhvilluar, kemi motivuar një nga ata ishte Euron Fetaj, që filloi me stand-up komedi dhe ka vazhduar, jemi të kënaqur se të njëjtit kanë vazhduar edhe në qytete tjera të performojnë jashtë Maqedonisë. Këtë vit kemi angazhuar edhe artistë tjerë lokal, kështu që dal nga dal ky është një aktivitet kreativ. Nuk është qëllimi jonë është në sferën më së shumti në sferën e kulturës, po ishte një bashkim i demokracisë dhe kulturës në një aktivitet të veçantë që ndoshta edhe në Maqedoninë e Veriut nuk ka, kështu Stand Up for Democracy, të bashkëdizuar kultura dhe demokracia. Sa i përket aktivitetit të fundit që e mbajtët Stand Up for Comedy 2026, sa ishte interesimi i publikut kumanovar? A jeni të kënaqur nga publiku me pjesëmarrjen e tyre? Me aktivitetin e fundit jemi të befasuar, publiku ishte në masë të madhe prezent, mbi 200 veta ishin prezent në këtë event, kurse në aktivitetet paraprake kishte shumë më pak,
Kështu që ne mendojmë se nëse jeni të qëndrueshëm dhe kërkoni nga publiku me vite të tëra për të ardhur, ato dal nga dal e bëjnë edhe si një traditë për të marrë pjesë në këtë event, edhe pse nuk është sfera jonë. Le të theksoj këto dhe serioziteti i organizatës që drejtoni. Po, kjo është, një këmbgulje e jona për të realizuar këtë aktivitet dhe besoj që këtë herë ka pas shumë sukses, kemi pas shumë telefonata, njerëzit kanë qenë të kënaqur, aktiviteti ka qenë, i vizituar nga kumanovarët, por siç thash, nuk kemi të kënaqur, me mjetet buxhetore që janë nda, pasi që me ato mjete dikun asnjë treta e aktiviteteve nuk janë mbuluar, por me këtë fitojmë drejtën që në vitin e ardhshëm ndoshta nga Ministria e Kulturës të kërkojmë mjete, e ndoshta me këto mundet të realizojmë edhe ndonjë event 2 ditor, 3 ditor ose më shumë diçka. Enver, kur jemi të aktivitetet, çka parashihni për të ardhmen? Organizata jonë parasheh aktivitete të ndryshme, kemi aplikuar në projekte të Bashkimit Evropian, për politika rinore, për ndërgjegjësimin e rinisë, bashkëpunime me mediume, si në podcaste me tema që i përkasin Bashkimit Evropian, që i përkasin zhvillimit të mbrendshëm, demokracisë, kulturës, sportit, kështu që jemi në fazë të pritjes në ato projekte që kemi aplikuar, disa projekte kemi realizuar në fillim vitit, që ta me Ministrinë e Ekonomisë dhe Ministrinë e Punës dhe Politikave Sociale. Kështu që presim që në vazhdim të aprovohen disa projekte nga Bashkimi Evropian dhe projekte rajonale, të cilat mendojmë se do t'i kalojmë për shkak të bashkëpunimit tonë që kena me organizata të mëdha dhe seriozitetit të projekteve dhe besoj që nga muaji qershor do të shihni edhe më shumë aktivitete nga organizata jonë dhe kumanovarëve do t'i ofroj më shumë, mundësi për të marrë pjesë në këto projekte, për të zhvilluar dhe për të shprehë zërin e tyre. Cili do të ishte apeli juaj deri tek Komuna e Kumanovës, Ministria e Kulturës, e kam fjalën këtu sa i përket aspektit apo ndihmës financiare, si dhe një apel deri tek rinia të cilët nuk janë kyçur apo nuk i vëzhgojnë këto aktivitete, nuk i shohin këto aktivitete që i zhvilloni ju për të mirën e tyre. Po, kërkesa ime do t'ishte, nuk është ishte, po do t'ishte, që Komuna e Kumanovës t'i përkrah më shumë aktivitetet tona në kuadër të kulturës, pasi që nëse shkojmë në analizë të themi etnike, në projektet e fundit që janë kishte shumë pak mjete, edhe pse ndoshta ne ishme ndër ata që kemi marrë gati se më shumë mjete buxhetore, por mendoj që mjetet buxhetore duhet të rriten, sepse organizata jonë nuk e ka qëllimin të bëj vetëm aktivitete monoetnike, ne kemi aktivitete edhe me etni tjera, kështu që ne duhet ta zhvillojmë atë kulturën e përbashkët si organizat të bashkëpunimit mes organizatave, mes qytetarëve, kështu që bëj apel ndoshta edhe ministrisë dhe komunës që në të ardhmen mos ta shohin atë prefiksin ton etnik që të na ndihmojnë për shkak të kualitetit ton, jo për shkak të, përkatësisë tonë, po. Kështu që ne kemi, siç thash, kemi një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me sektorin e kulturës, por nuk e dim më vonë cilat janë kriteriumet mbas të cilave jipen mjete aq të ulta për neve, pasi që sektori edhe publikisht deklaron kur i kemi debate se kemi realizuar aktivitete mjaft voluminoze, të mira, të suksesshme, kështu që besoj që gjithë ata që kanë mundësi duhet të ndihmojnë kulturën. Tek e fundit janë aktivitetet që shihen, janë xhirimet, janë dokumentacionet që keni përgatitur. Ndoshta problemi jonë është se ne jemi fiksuar në projekte tjera të Bashkimit Evropian dhe këto projekte janë shumë të vogla, por është me rëndësi dhe këto të financohen në masë të duhur, jo aktivitetet tona të financohen nga buxheti jonë i shoqatës,
sepse ne me këtë dëshmojmë se ne nuk punojmë vetëm atë që na jepet, po ne punojmë edhe më shumë, më thëmë vetëm se për ta realizuar një qëllim ose një aktivitet të caktuar. Për rinin, çfarë kishe me thonë? Për rinin, apelu? Për rinin kumanavare, kisha një apel që të jenë sa më shumë aktiv të marrin pjesë në debate të ndryshme, sepse në këto debate ato ndërqetësohen, ato rriten, ato zhvillohen. Dhe dëmë thënë, në Kumanov nuk kemi pasur ndoshta një kulturë për të debatuar, sepse nuk ka pasur ndonjë, dëmë thënë, organizate cila i ka parapri, edhe pse kemi, dëmë thënë, shumë televizione, si që janë në Kumanov, në televizione lokale, dhe edhe ato në mas të madhe shumë kanë ndikuar në rritjen e, dëmë thënë, ndërgjegjësimin e qytetarëve, por mendoj që fokusi duhet jetë te rinia. Po, se rinia, dëmë thënë, ndoshta frigohet nëse nuk është në ndonjë pozitë që të merr pjesë në ndonjë debat të televizioneve, kështu që mendoj që duhet edhe rinisë t'i ofrojmë më shumë, po, pse jo dhe bashkëpunime të bëjmë me televizionet lokale të Kumanovës në një emision për shembull për rinin, për t'i ndërgjegjësuar, për t'i kohën se ka dëshirojnë. Po, se vetëm në atë mënyrë rinia mundet që të arrijë, më thënë, suksesin e vet, duke debatuar, duke shprehë mendimin e vet dhe duke kërkuar atë që i takon. Në verë unë të falenderoj dhe njëkohësisht të uroj shëndet e sukses në udhëtimin tuaj me këtë organizatje qeveritare, nëse kam harruar diçka lirisht mund të shtoni. Jo, ju falenderit shumë, si thash edhe në fillim, do të thonë keni qenë çdo herë në krah të organizatave dhe na keni ftuar në panelet tuaja dhe në diskutimet tuaja që i bëni, kështu që ne jemi të kënaqur nga televizionet, por mendoj se mbështetja mungon tek institucionet dhe ishte, më thonë, edhe një herë t'i shprehje thirrje gjithë atyre që janë që ndikojnë në këtë punë që të munden të jenë sa më pozitiv, sepse organizatat qeveritare nuk janë politike, janë apolitike dhe asnjëherë nuk do të jemi, nuk do të shantazhohemi që për shkak të një financimi të jemi, të më thonë, pro ndonjë partie politike, kështu që do të rrim kështu neutral dhe do të veprojmë në të mirën e shoqërisë. Atëherë edhe neve i bashkojmë apelit tuaj dhe kërkesave tuaja sa i përket institucioneve të cilat mendojmë të mos, kërkesat tuaja të mos hasin në vesh të shurdhër. Edhe njerë faleminderit dhe suksese. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, të nderuar kolegë, ishte kjo biseda pra me Enver Salin nga Pulse of Democracy këtu në Kumanov. Neve shpresojmë se keni mbetur të kënaqur dhe linjën e kalojmë për ju. Shumë faleminderit Fatlum, falenderojmë gjithashtu edhe Enver Salin, i cili u bë pjesë e programit tonë në këtë mëngjes të hershëm, duke na dhënë të gjitha informacionet e detajuara rreth kësaj organizate apo edhe organizate jo qeveritare.